Me 17 shkurtë kemi edhe ditën e pavarësisë. Një pavarësi që e kanë shpoll këta burra që janë sot në këtë gjykatë. Atë pavarësi që e kanë nënshkruar Shëmthoqi. Prandaj, për Shëmthoqin, për luftën çlirimtare dhe për të gjithë ata që kanë dhënë kontribut dhe për popullin e Kosovës në lutje nga Haga që të gjithë në sheshin Skënderbej të mbushet sheshi në mbështetje të krerëve të UÇK-s. Ajo protest, ajo mbështetje nuk është mbështetje politike për një subjekt politik, është mbështetje për luftën çlirimtare dhe për Shëmthoqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, të cilët po mbajnë podrejtisht në Hog. Prandaj mbështetja në Kosovë është mbështetje për UÇK-n, është mbështetje për liderët e UÇK-s dhe nuk është mbështetje për partitë politike. Prandaj ne bëj thirrje të gjithëve që ta mbushim sheshin dhe të tregojmë botës se ne kemi bën luftë çlirimtare dhe ne nuk kemi bën luftë kriminale, sepse NATO-ja mbështet vetëm çlirimtarët. Asnjë shtet në botë, asnjë luftë në botë, NATO-ja dhe Amerika nuk e mbështet kur dikush bën një luftë okupatore dhe një luftë kriminale, ndërsa UÇK-ja ka bën luftë çlirimtare sepse ne askush nuk ka shku me luftu në Kurshumli, as në Nish, as në Pozharevac, për të gjithë kanë luftuar prej qafës Morinës në Podujev dhe prej honit të Lezit në Istok. Prandaj thirrje të gjithë qytetarëve të mbushim sheshin, të mbushim Prishtinën me 17 shkurt në mbështetje të luftës çlirimtare.